trupi gjykues do të thotë që i ka dëgjuar vojtin e tyre, që ato nuk kanë shkuar kot dhe në të gjithë botën në një çast kaq të madh. Dhe kjo ndodhet në faqe 2853528536 të 10 të transkriptit të 10 shkurtit. Palë mbrojtëse e pranon këtë, që duhet të pranohet dëmi. Megjithatë këtë vështirësia është që kjo është një gjykim penal. Në një gjyqje penal pa viktima është i pamundur, por synimi është jo thjesht për të pranuar që ka patur vojtje, por për përcaktuar që është provuar për të dyshimit arsyeshëm që i akuzuari ka shkaktuar këtë dëm. Nga ana tjetër, rrëfimit të viktimave janë edhe jetët të akuzuarve, individët të cilët kanë luftuar për vendin e tyre për lirinë dhe përgjegjësia e të cilëve duhet të përcaktohet dhe jo të hamendësohet. Mos e harrojmë gjë të tillë. Ta kaloj tani tek çështja e masës së dënimit. Siç kanë thënë kolegët e mi, nuk ka prova që të mbështesin fajësinë asnjërin prej pikave të akuzës kundër zotit Selimi. Duhet të shpallet pa fajësia dhe prandaj nuk mund të flitet për masë dënimi. Megjithatë, nëse trupi gjykues arrin në fazën e masës së dënimit, pala do të flasë lidhur me kërkesën e jashtëzakonshme të prokurorisë. Prokuroria kërkon 45 vite për secilin prej të akuzuar, duke u bazuar në rregullin 163.4, dhe me një masë dënimi të përbashkët, duke trajtuar totalitetin e pretenduar të sjellë si justifikim. Edhe në alternativë, kërkesa e prokurorisë është shproporcionale dhe pa precedent në rrethanat e kësaj çështje që nuk është provuar. Një dënim 45 vjeçar praktikisht është dënim me jetë, ky nuk është proporcional, është një dënim simbolik që shfaqet si një masdënimi. Parashtrimi të ZPS-s i ngrejnë vështirësinë para ndalimin përgjegjësinë kolektive si faktor përcaktues. Në fakt, masa e dënimit duhet ka të bëjë me kontributin personal të akuzuarit, autoritetin e tij, synimin, sjelljen e cilat jetë provuar dhe të vlerësohet në praktikë me praktikat të cilat trupi gjykues do t'i marrë parasysh. Kur të zbatohen të gjitha këto parime, atëherë masa e dënimit që kërkon ZPS-ja është qartësisht shproporcionale, sidomos duke patur parasysh udhëzimin e panelit të apelit në rastet Sharda dhe Mustafa, siç do ta bëjë qartë. Parashtrimit e prokurorisë kanë në mënyrë të përsëritshme i trajtojnë të akuzuarit si pjesëmarrës që kanë zënë vendin e njëri tjetrit në një organizatë të përbashkët kriminale, duke argumentuar se natyra do të jetë masa identike apo kryesisht për shkak të synimit të përbashkët dhe pozitës së lartë që kanë patur. Kjo qasje nuk përputhet me ligjin e dhomave të specializuara dhe praktikën e këtij trupi gjykues. Trupi gjykues i kërkohet që të përcaktojë masën e dënimit për secilin prej të akuzuarve individualisht, duke patur parasysh se ato rënda kanë qenë krimet që ka bërë ai person, duke patur parasysh për kontributin e tyre dhe rrethanat individuale. Dhe ky është paragrafi 740 i aktgjykimit të apelit të Shalës. Sa i përket zotit Selimi, prokuroria mbështet fuqimisht në titullin e tij zyrtar dhe jo sjelljen e tij. Zoti Selimi ka patur rolin e inspektorit të përgjithshëm, por provat nuk kanë treguar që ky rol në fakt është një rol i kontrollit efektiv mbi qendrat e paraburgimit, kryesit e drejtë për drejtë apo mbi kryerin e krimeve, siç kanë thënë kolegët e mi. Prokuroria e trajton këtë pozitë të lartë si një provë të autoritetit dhe të fajësisë. ZPS-ja përmend rastet Mustafa dhe Shala si një bazë për të justifikuar edhe masën e rëndë të dënimit në këtë rast. Dhe kjo e kthen prapë logjikën e panelit të apelit. Në Shala, paneli e apelit tha se masa 15 vjeçare me 15 vjet burg kundër Mustafës, mbi një të akuzuar me autoritet komandues, dhe që kishte dhënë kontribut personal, kishte treguar se sa të shproporcionale ishin masat e dënimit mbi personat që kanë patur fajësime të vogël. Dhe ky arsyetim që ka vlerë këtu.
krahasimi i masave të dënimit synon që të provokojë që të parandalojë pikërisht rritjen dhe normalizimin e saj. Në qoftë se komandanti me rol të drejt për drejt dhe kontroll të efektshëm ka marrë një masë dënimi për 15 vitesh burg, atëherë masa dënimit me burgim të përjetshëm për një të akuzuar, kontributi i cilit është shumë më i ulët, ngre çështjen e proporcionalitetit. Ndërkohë që parandalimi dhe dënimi janë pikërisht në themel të synimit të dhënies së masës së dënimit, nuk mund të justifikohen masat e dënimit të cilat nuk kanë të bëjnë me përgjegjësinë individuale. Paneli i apelit në Shanle ka nënvizuar se masa e dënimit duhet të ketë të bëjë me rolin të akuzuarit. Masa e dënimit kryesisht kanë të dërgojnë një mesazh dhe nuk do të instrumentalizohen kundër të akuzuari. Masa e paraburgimit nuk mund të zëvendësojë proporcionalitetin dhe dënimi nuk mund të shkojë tej përgjegjësisë personale të akuzuarit. Dënimi i krahasimor, praktika e dënimit krahasimor në jurisprudencën e TPN-s nënvizon pikërisht këtë pranim që masat e dënimit imponohen vetëm kur përcaktohet përgjegjësia personale përmes konstatimit konkret dhe individual të marrëmarrjes së drejt për drejt me identifikim, atribuon dhe me provë. Mbrojtësi i Zotit tha që dje e bëri i qartë se në rastin Stankić, Martić dhe Tele dhe nuk do të përsërisë të njëjtat argumente, por do të flas thjesht me praktikën e kësaj gjykate që ndjek të njëjtën qasje disiplinore. Duke bazuar me jurisprudencën e TPN-s, paneli i apelit të Shanles ka informuar se në rastin kur trupi gjykues nuk e ndjekë praktikën e masës së dënimit, atëherë do të shpjegoj arsyet dhe jo të tregoj thjesht dispozita statutore dhe paragrafi 60. Ky është 603 i ekzekutivit të Karaxhiçit. Sa i përket të rasteve të ngjashme, atëherë i do të ketë udhëzues të përbashkët ku bëhet fjalë për të njëjtat vepra penale, të cilat janë bërë në rrethana krejt të ngjashme. Sa i përket të leksimitior, paneli i apelit të Mustafës ka përcaktuar edhe parime që kërkohen për rastet e një mase të dënimi më të ulët në rastet kur është amenduar dhe kuadri ligjor. Gjykimi i Mustafës, paragrafi 465, ka hedhur poshtë aplikimin e rrept të leksimitior mbi bazën se dënimet mbi bazën e legjislacionit vendor nuk janë të detyrueshme për dhomët e specializimit. Megjithatë, ata kanë arritur në ato thanë që në 442 i ligjit imponon një detyrim për të mbajtur parasysh legjislacionin vendor kur jepet pikërisht dënimi. Trupi gjykues ka përcaktuar, paneli ka përcaktuar se trupi gjykues nuk kishte marrë parasysh këtë detyrim. Thjesht recitimi i udhëzuesit të brendshëm nuk kishte mjaftuar. Paragrafi 477 ajo që kërkoi ishte pikërisht që të shihej se cilat ishin masat e dënimit vendore ku mund të zbatohen dhe për të përcaktuar edhe me këtë edhe pikërisht dënimin që do paragrafi 477 dhe ky është gabim ligjor nga trupi gjykues. E njëjta qasje është dukshme edhe në dosjen e prokurorisë, e cila nuk ka referencë ndaj praktikës së dhënies së masës së dënimit nga pjesa nga legjislacioni vendor. ZPS në paragrafin 157 ka thënë se në përcaktimin e masës së dënimit trupi gjykues do të marrë parasysh praktikat e gjykatave kombëtare dhe ndërkombëtare në raste të ngjashme dhe mirë po shënimi nuk ka asnjë çështje të brendshme të cituar. Për këtë arsye do të flas për praktikën e brendshme. Krimet e luftës së kohëve të fundit që kanë shkuar përpara departamentit të posaçëm të gjykatës themelore në Prishtinë kanë të bëjnë me dënimin për krimet e luftës kundër politikës, kundër popullatës civile, përfshirë rrahje, torturë, paraburgim të palagjshëm, mbajtje peng, vrasje e civilëve sometimes disa herë kundër të shumë viktimave. Megjithatë,
masat e dënimit kanë qenë të kufizuara. Në rastet që kanë të bënë prokurori kundër Joric, Vukotic, Baramovic dhe Bačević, masa e dënimit ishte 5 deri në 15 vite, pavarësisht se kishte të bënte me shumë viktima dhe me rastet të dhunës së rënde. Këtë çështje të krimeve të luftës kundër popullatës civile nuk janë identike me rastet e tanishme të kësaj çështje gjyqësore këtu. Në shumë raste, megjithatë sjellja e përcaktuar ishte më e rëndë, përfshirë me vrasje, torturën, rrëmbimin dhe keqtrajtimin. Në këto rrethana, masat e dënimit të imponuara ishin shumë më të ulta se sa ajo që kërkohet këtu. Dhe duke patur parasysh këtë praktikë të masës së dënimit të brendshme, kërkesa e prokurorisë për 45 vite burg për të akuzuarit është e pashpjeguar dhe nuk është në përputhje me standardet kombëtare për dënimin e krimeve të luftës. Prezumimi i pafajësisë do të mbetet parimi kryesor dhe asgjë nuk mund ta zëvendësoj. Megjithë këtë, nëse arrim në masën e dënimit, duhet të kemi parasysh faktorët e lehtësues. Zotësirimi ka shkaktuar një periudhë që ka kaluar një kohë të gjatë në paraburgim. Paraburgimi i tij është i gjatë, i kufizuar dhe ka shkatruar jetën e tij familjare. Filloi gjatë pandemisë së Covid-19, kur kushtet e paraburgimit ishin shumë të rrepta dhe kontakti me familjen ishte shumë i kufizuar, sidomos gjatë vitit të parë. Gjatë gjithë procedurave ka bashkëpunuar në mënyrë të vullnetshme me ZPS-n, pa pranuar fajësinë, si edhe ai ka qenë gjithmonë me respekt dhe ka respektuar, ka shprehur simpati edhe empati për viktimat duke mos pranuar përgjegjësinë penale. Me të njëjtën mënyrë do të trajtojmë edhe një çështje tjetër. Prokuroria ka sugjeruar ekzistencën e frikësimit të dëshmitarëve, paragrafin 1.8.1.5 të dosjes së tyre, duke përfshirë edhe referencën të majtën ndaj krimit së frikësimit, e cila menaxhohet në këtë trup gjykues që është transkripti 28361. Ky pohim bazohet në pretendimin se disa prej dëshmitarëve janë përpjekur që të tërheqin dëshmitë e tyre apo të shmangën e tyre, ndërkohë që prokuroria e tribon këtë ndaj frikësimit të mundshëm për pushërimin 6377. Megjithë këtë nuk zhvillohet ky argument. Mbrojtja e ka folur e ka trajtuar çështjen e dëshmitarëve relevant në dosjen e saj, W325, paragrafi 883, 827, paragrafi 884, 885 dhe përveç këtij poshtëshënimi që të akuzuarit ishin antarë të OÇK-s dhe ish zyrtar publik, prokuroria nuk ka pretenduar dhe s'ka dhënë prova të ndonjë përpjekje nga zoti Selimi për të ndikuar, frikësuar apo për të ndërhyrë me dëshmitar